Ndërsa Partia e Lirisë mblodhi komitetin drejtues kombëtar, presidenti i kësaj partie Ilir Meta ju drejtua me një mesazh, duke theksuar se koalicioni me Partinë Demokratike është historik. Kemi aderuar në një koalicion historik me Partinë Demokratike dhe 25 parti të tjera, jo vetëm për të garantuar rotacionin politik, por edhe për të hapur një rrugë të re atë të realizimit të programit ton konkret që jep fund shpopullimit të Shqipërisë. Teksa kujtoi se Lëvizja Socialiste për Integrim garantoi rotacionin politik më shumë se 20 vite më parë në vend. Ky rotacion sipas tij do të garantohet edhe më 11 maj. Ne do të jemi edhe më krenar në 12 maj për përmbysjen e narko-regjimit dhe të narko-ekonomisë, që jo vetëm kanë dëbuar 1 milion shqiptarë, por edhe aktualisht kanë zhytur në varfëri ekstreme 42% të popullsisë së mbetur. Ky është së pari një koalicion vlerash, mbrojtja e familjes dhe shoqërisë, nga sorsifikimi. Kreu i Partisë së Lirisë thotë se në koalicionin me Partinë Demokratike janë të 5 prioritetet e forcës që drejton.